Rasti I parë I murtajes së ruminantëve të vegjël për këtë vit është konfirmuar në fshatin Mali Gjymit në njësinë administrative Dajqë në Shkodër. Pas verifikimeve nga shërbimet veterinare, Ministria e Bujqësisë ka urdhëruar vendosjen e zonës në karantinë. Si pasojë e infektimit, rreth 20 krerë dele në pronësitë e fermerit Sokol Volaj janë gruposur, ndërsa pritet asgjësime dhe I rreth 60 krerëve të tjerë. Kam ble, as kam shit, as kurrisa në but. Një 10 milion, 15 milion. Po I ikën cinza, I ikën berra, I iku tomële, I iku gjithë shka. Administratori I njësisë Dajq, Broz Pietrani, bën të ditur se ka dyshime dhe për praninë e rasteve të tjera në zonë. Ndaj pritet të vijojnë inspektimet dhe analizat përkatëse për të identifikuar çdo vatër të mundshme. Janë marrë masa të krerët e para, janë zgjyssu, është marrë fadroma e bashkisë, është hap një grupe e caktuar prej njësisë vendore dhe komunitetit tu. Dhe as bazë gjësimi. Momentalisht është vetëm ky rast I shfaqur, por dyshime mundet të pas, se mundet të pas edhe në fshatra tjera. Jo se ka shumë, po dyshohet se mund të ketë edhe në fshatra tjera. Ndërkohë, Agjencia e Shërbimit Veterinar në Shkodër ka shtryrë kontrollet edhe në zonat e tjera për shkak të rrezikut të përhapjes. Një vit më parë në qarkun Shkodër u evidentuan 3 raste të tilla duke quar në asgjësimin e baktive të prekura dhe vendosjen e zonës në karantinë sipas legjislacionit në fuqi për disa muaj radhazi.